I mëshirshmi i mëshirohet. I dërguari i Allahut, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: Pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, Allahu nuk e vendos mëshirën përveç se tek ai që është i mëshirshëm. Nga ky hadith kuptojmë se mëshira e Allahut fitohet përmes mëshirës ndaj të tjerëve. Ai që nuk tregon dëmshuri ndaj njerëzve nuk e meriton mëshirën e Allahut. Sjellja ndaj krijesave reflekton marrëdhënien me krijuesin. Mënyra se si i trajtojmë të tjerët ndikon drejt për drejt në shpërblimin tonë. Islami nxit butësinë dhe dëmshurinë dhe jo ashpërsinë dhe zemërngurtësinë. Mëshira është vlerë universale, e cila përfshin familjen, shoqërinë, të varfërit, madje edhe kafshët. Prandaj, ji i mëshirshëm me të tjerët që të përfitosh mëshirën e Allahut. Kush është i butë, i dhemshur dhe i mëshirshëm me njerëzit, me krijesat dhe të dobtit, ai bëhet meritues për mëshirën e Allahut.